Ndahet nga jeta Ismet Bellova, komentatori legjendar I sportit shqiptar. Me hidhërim të thellë, njoftohet ndarja nga jeta Ismet Bellovës, një prej figurave më të mëdha të sportit dhe gazetarisë sportive shqiptare, mësues, gazetar dhe komentator, që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e mikrofonit dhe edukimit fizik në vend. Ismet Bellova lindi në Tiranë në 1 qershor 1934, arsimin e lartë e përfundoi në ILKF Vojokushi në vitin 1960, duke u përkushtuar më pas me pasion dhe dinjitet profesionit mësuesit të edukimit fizik si dhe gazetarisë sportive. Ai ishte I martuar me mjeshtren e merituar të sportit Bukuroshe Shtiza. Rrugëtimi I tij në sport nisi herët në vitin 1948, kur u shpall edhe kampion I vendit për të rinj në ping-pong. Emri Ismet Bellovës u bë pjesë e historisë të transmetimeve sportive shqiptare në 29 nëntor 1950. Me komentimin e ndeshjes Dinamo Partizani 1-0, finalja e Kupës së Shqipërisë, duke shënuar fillimin e një karriere të gjatë në Radio Tirana. Për kontributin e arzakonshëm në sport, arsim dhe gazetari, ai u nderua me tituj e dekorata të shumta, ndër të cilat mësuesi I popullit, urdhri në infrashëri klasi parë dhe të artë, urdhri në punës klasi parë, nderi I sportit shqiptar, urdhri olimpik, mirënjohja e Tiranës, nderi sporti Dibran, si dhe titullin kalorsi I urdhri të flamurit. Gjatë jetës vetë, Bellova u nderua me një sër çmimesh. Në vitin 2004 u krijua çmimi Ismet Bellova në gazetarinë sportive. Ai u vlerësua me çmimin e karrierës në TVSH, 2 herë çmimin Anton Mazreku si dhe mikrofonin e artë në TVSH. Ndarja nga jeta Ismet Bellovës është një humbje e madhe për sportin dhe median shqiptare. Kujtimi I tij do të mbetet I gjallë tek brezat që edukoi, te dëgjuesit që ndoqën dhe tek historia e sportit shqiptar ku emri I tij zë një vend deri u preft në paqe.